edhe është martu. Mirë po, kur vjen Ibrahimi a.s. Ismaili s'ka qenë aty. Edhe e gostit ajo gruaja e Ismailit. Edhe Ibrahimi a.s. e pyet që si e kanë gjendjen, si e kanë jetesën. Mirë po paraprakisht nuk i tregon se kush është, apo? Nuk i tregon, jo, në fillim nuk i ka treguar. Edhe pastaj ajo fillon të ankohet, na po jetojmë në varfëri, në skamje, në vështirësi, kështu ka filluar ajo. Ajo është e vërtet ka qenë, mirë po, njeriu duhet të në çdo situatë ta falënderon Allahun. Ajo ka filluar me ankesën. Ibrahimi a.s. kur ka dashur me dal, i thot kur të vjen burri jot, tregoj thuaj atij se duhet me ndru pragun e derës. Edhe shkon Ibrahimi a.s. Kur më vonë vjen Ismaili a.s. dhe thot, a ka qenë dikush, ka qenë thot një plak, edhe kështu, edhe më tha me ndru pragun e derës. Atëherë Ismaili a.s. thot, ai ka qenë baba im, edhe më ka thonë se ti me të shkurorzu. E kështu që martohet me një grua tjetër. Përsëri kur vjen Ibrahimi a.s. vjen aty, e gostit ajo gruaja ditë, edhe pyet si të parën, si po jetoni jetesën, si e keni, kushtet si e keni. Ajo e falënderon Allahun, falëndrimi takon Allahut për këto që na ka dhënë. A gjendja është e njëjtë që ka pasur, edhe me minutën e parë. Çfarë gjendje? Mirë po, kjo është qëllimi. Kjo është qëllimi se njeriu çdo sto duhet të falënderojë Allahun. Edhe Ibrahimi a.s. i thot, kur të vjen burit, tregojnë se ta përforcon pragun e derës. Edhe kur vjen Ismaili a.s. i bën muhabet me bashkëshortën e tij dhe i tregon ajo se ka qenë një njeri, edhe para se me shku, thot, më tha me përforcu pragun, tha, po ai ka qenë baba im, edhe më ka thonë që ti me të mbajt, me vazhdu jetën me ti.